ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve të vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të numërohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot, ose këte kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, në mënyrë pra dhe njëherë, një thirrje për demokratët, opozitarët, të tregojmë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Partia Demokratike ju ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato ka qenë bazuara dhe certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Partia Demokratike të gjithë vlerësimin e saj do ta bëjë. Kësaj here, ju që pyesni, e keni shumë të thjeshtë. Mjafton të lexoni kriteret. Po nëse bëhen 710.000 për vot, nëse mbillen 10.000 hektar kanabis për vot, nëse punësohen 10.000 punojës për vot, nëse siç e pat vetë, dhe më falni se duhet bëj një falënderim të përzemërt gazetarëve për raportimet e shkëlqyera që kanë bërë dhe sakrificat që kanë bërë, nëse ju pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistë të katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste të ngritura pranë qendrave të votimit, ju nëse pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne, unë sot jam për të bërë thirrje qytetarëve të numërojnë çdo vot. Ne të tregojmë përgjegjësi para atyre që kanë votuar duke numëruar çdo vot. Dhe ky është qëllimi